Drama me një akt, Palltoja, me autor Ilir Pajen, u shfaq në mjediset e Muzeut Etnografik të Durrësit, duke i ofruar publikut një mbrëmje kushtuar dramaturgjisë shqiptare. Leximi skenik u interpretua nga aktorët Gjeni Fama, Jaho Guma dhe Alesia Xhemalaj në nënkurimin artistik të regjizores Andja Xhunga. Autori Ilir Paja u shpreh se vepra lindi si një shtyse brendshme krijuese, ndërsa shtoi se simbolika e dramës lidhet me metamorfozën e njeriut në shoqërinë e sotme. Simbolika është, siç do të shfaqet aty, ka të bëjë me atë që quhet metamorfoza e atij personi që përpiqet ta ndjejë veten që ka ca gjëra të vetat, por për arsye të shumta të jetës detyrohet të bëjë të tjera gjëra. Aktoria Alesia Xhemalaj vlerësoi promovimin e dramaturgjisë shqiptare përmes leximit skenik. Ambienti është përshtatur më së miri me dramën, më së miri dhe me kushtet tashmë, sepse në një ambient të mbyllur nuk do të ishte e përshtatshme, koha është mjaft e mirë, njerëzit kanë nevojë të rinë ajër të pastër, kështu që besoj që gjetja e ambientit është një çelës shumë i mirë. Ky aktivitet është pjesë e kalendarit artistik veror të Durrësit, i cili në këtë sezon do t'u ofrojë qytetarëve dhe turistëve një program të larmishëm me shfaqje teatrore, koncerte, ekspozita dhe aktivitete kulturore.